Ashtu si kundër e kërkon në rituali I përvitshëm, mijëra besimtar kanë marrë pjesë në peligrinazh në kishën e Shnandot në qytetin e Laçit. Mbrëmja e djeshme në fakt ka shënuar kulmin e vizitave në kishë, teksa shumë besimtar kaluan natën në pritje të 13 qershorit, ditës së shenjtë. Peligrinazhit në këtë mbrëmje të veçantë është bashkuar edhe kreu I Partisë Demokratike Lulzim Basha, I shoqëruar nga një grup deputetësh. Një urim për gjithë besimtarët që kanë bërë peligrinazhin në kishën Shnanot, veçanti për ata që kanë ardhur sonte këtu, po edhe për gjithë besimtarët katolik anë mbarë Shqipërisë, për gjithë besimtarët e Zotit, për gjithë shqiptarët, I ndihmoft kjo ditë e madhe, shtof dashurinë, respektin e ndërsjellët dhe sjellët mbarësi për gjithë shqiptarët. Nuk është hera parë që vi, dhe mendimin e Zotit nuk është hera fundit që vi. Besoj se mbi gjithçka flet prania e njerëzve. Historia e peligrinazhit në kishën e Shnandot daton nga shekulli XII, e që prej asaj kohe, besimtarët jo vetëm nga Shqipëria frekuentojnë kishën 13 të marta, para 13 qershorit, pasi sipas kalendarit katolik, pas vdekjes së Shnandot ndodhen tek njerëzit 13 mrekulli në çdo të martë.